Tani kalojmë te biskotat, se është një recet stinore, themu, se ka portokallin, aromën e portokallit, arrat po ashtu. Shohim një herë produktet, çfarë na duhet për përgatitjen e biskotave me arra dhe me portokall. Interesante në kombinim. Na duhet një filxhan e gjysmë me miell gruri, pak miell misri, gjysmën e filxhanit me miell misri, një lugë pluhur pjekës, gjysmë lugë çaj krip, gjysmë filxhani gjalp i zbutur, gjysmë filxhani sheqer, një vezë, 2 lugë gjelle tul portokalli, gjysmë filxhani arra të grira holl dhe vetëm 2 lugë gjelle qumësht. Kaq. Përbërësit i kemi lexuar, të shkruara në recetën tonë, tani fillojmë me përgatitjen. Vezën. Shtoj masën e sheqerit. Shtoj masë, kripe. Këtu. Shtoj pluhurin pjekës. Niki këtu. Tulin, urdhëro. Të gjitha, të treja, apo? Se pas masave. Po ja, to ti, vërë, gjitha dhe ja. Jo më thashtë lija njërën ta konsumonim kështu si që është. Kam 1 kile. Ke marrë 1 kile, bravo. Lëkurat dihet, janë shumë të mirat për aromën e shtëpisë, janë shumë të mirat konsumohen të portokallit për kolesterolin. Shtoj qumësht. E përzije sërisht. Kam vaj ose gjalp. Ndërgjegjsohemi pak, se nuk u bë dhe qameti, dhe shtojmë vajin. Diku tek gjysmë filxhan. Sepse unë nuk dua të vënohem. Kam përzierje, direkt Androniki, direkt. A the kemi aq minuta? 2 njëra që ndroi. Një për ty e një për mua. Do kërkojmë minuta shtesë për t'i përfunduar. Do të shtoj miell misri, miell gruri. Bravo. Aty. Me inat. Tul, krem, tani nuk duhet si qështë. Shumë duhet, nuk duhet e holluar, sepse ndryshe unë do kisha marrë një sit dhe do t'i kisha holluar. Shtoja? Të gjithashtu si që është. Në tul. Je shumë gofte mirë. Ne shtuam 2 portokaj. Edhe arat, asi gjë tjetër të shti. Të po i grik shumë e thik, po i coptoj. Tani, shtoj miell gruri, sepse mielli i misrit duhet jetë më pak, edhe mielli i grurit duhet jetë më shumë. Bravo, që janë të në copza, në copza. Dhe ja shtojmë tani. Shtoja direkt. Shtoja direkt. Formojmë tani atë masën që duhet të brumit dhe furun të parangrohur për t'i pjekur ato. Pra nuk do jenë biskota. Nuk të duhet tjetër miell, marrim një tjetër paketim. I vendosim kështu me lugë? Po. Okej. Do gjë, të duhesh miell, gjithë miell që kemi aty, ne po doni bënin me farina, apo? Po. Pra, si që keni të tillë, vetëm s'do marrë një lugë tjetër, se... Nështë ta më të madhe? Jo, të tillë, po... Duhet ujë? Më duhet pakës fare ujë, ja këtu. Ja ta shpëlajmë. Ja, kam këtu fare, mos u shqetësoj, ja ku kam këtu. Që të lagim lugën dhe i vendosim lug në një tavë, ku kemi vendosur paraprakisht një letër pjekjeje.
të tilla. Të lumë dora, të lumë do... moj nëna minushë sa nusit të vyrë që ke. Cilën do nga këto? Të bardhën. Të bardhën të. Të bardhën. Të tilla. Nuk hapen, do të fryhen, do të mpiksen direkt nga temperatura, ndaj duhet në temperaturë 200 gradë. Shumë të buta. Krijojnë atë plasaritjen e vetë. Kjo është edhe arsyeja që unë e zgjodha në fund fare. Dua një temperaturë shumë të ulët. Në pjekje, në 180 gradë. 200. Ja, këtu. Kanë harat brenda shijen e portokallit dhe ne duhet të përfundojmë. Duhet të përfundojmë? Ja. Do t'i tregojmë të pjekura në rrjetet tona, në YouTube do t'jetë fotoja në coverin e video, si që ndodhë gjithmonë.